Tani duhet të ndahen gjërat. E para nuk quhen më UFO, por quhen ndryshe. Tani biles ka një term të ri, domethënë. Edhe e dyta, UFO apo alien, sepse janë dy gjëra të ndryshme. Domethënë UFO flasim për objekte fluturuese pa identifikuara, ndërsa alienët janë pra kur flasim ajo që kërkoni ju për alienët në realitet. Se objekte fluturuese që ne nuk identifikojmë se çfarë janë ka me shumicë. Mund të shikojmë çdo natë, çdo ditë, mund të shikojmë një objekt të cilin nuk e kuptojmë se çfarë është. Dakor? Pra, UFO janë prandaj quhen dhe fenomene atmosferike të pa identifikuara. Ky është emri i ri që i vën, po themi, sepse ne nuk e përcaktojmë dot kush janë këto objekte. Ndërsa ekzistenca e alienëve pastaj edhe kjo duhet ndarë në disa faza, sepse për çfarë alien është po flasim, pra po flasim për alien të civilizuar, pra të zhvilluar teknologjikisht, pra një qenie inteligjente jashtëtoksore, apo po flasim thjesht për jetë jashtëtoksore. Sepse jeta ka shumë shkallë, domethënë edhe në tokë ne fillon jeta, po themi nuk po e nisim nga viruset, sepse akoma sot nuk e kemi përcaktuar me saktësi të plotë nëse viruset janë gjallësa apo jo. Ndërsa fillojmë nga bakteret, që janë organizme njëqelizor, tek jetë inteligjente që jemi ne, që pretendojmë që jemi ne, por edhe tjera. Kështu që edhe këtu pastaj do të ka shumë pikpyetje. Dhe mos harrojmë që ne jemi praktikisht në fillimet e vrojtimeve, po themi, megjithëse duket sikur ka 300 vjet, por përsëri në parametrat kohor astronomik, po themi, jemi në sekondën e parë të vrojtimeve të ambientit që na rrethon praktikisht.